I jati Ervis Martinaj doli ditën e djeshme duke thënë që djali i tij është zhdukur në Durrës dhe edhe gjithë e dinë që ai është ekzekutuar. Për të folur mbi çfarë ka ndodhur mbi këtë ngjarje që ka bërë buj vitet e fundit në Shqipëri, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Kujtim Cakrani. Zoti Cakrani, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit, ju për ftesën, kënaqësi. Avokat, çfarë ka ndodhur realisht me Ervis Martinaj? Shiko, tashmë çështja e Ervis Martinit është kthyer në një ngjarje, sepse madje është edhe një telenovel ku hidhen shumë në tregun mediatik ose në thashë themnajën shqiptare, hidhen në shumë versione mbi eliminimi, vdekjen apo zhdukjen e tij. Dhe pa dyshim që një version qëndron, kuptohet, por ne nuk e dim kush është dhe si ka ndodhur, nëse ka ndodhur diçka që atë e kanë ekzekutuar ose kanë eliminuar ose kanë zhdukur. Kështu që ne jemi gjithmonë te supozimet tona, duke marrë parasysh faktin që mundet ta kenë ekzekutuar. Familja e tij, prindrit që i kanë të drejtën e trashëgimisë e kështu me radhë, padyshim që i kanë të gjithë të drejtën e tyre të mendojnë ku, si dhe pse është ekzekutuar. Edhe ata nuk është se kanë të vërtetën me vete, edhe ata supozime i kanë, nuk është se kanë informacione të detajuara, por kjo çështje duhet zbardhur sepse e para njerë familjarët kërkojnë të dinë rreth fatit të djalit të tyre, të afërmit të tyre. E dyta duhet zbardhur sepse është një ngjarje kriminale. Dhe kështu që të dyja versionet kanë atë si thonë, rëndësinë e tyre. Por unë apo ju apo kushdo tjetër të japim një version të saktë, padyshim që ne nuk mund ta japim dot, sepse nuk jemi as dëshmitar, as njerëz të cilët mundet të kemi, si thonë, lidhje me botën e krimit që ta dim me saktësi. Problemi qëndron që është një ngjarje ndërmjet botës së krimit, kjo s'ka dyshim. Por se si, ku dhe pse, këtë ne nuk e dim. Padyshim që kjo duhet ta zbardhin organet ligjzbatuese. Që është një ngjarje që derisa nuk zbardhur ose derisa të zbardhet, padyshim që do të rreqë vëmendjen e opinionit publik, për shkak sepse personazhi Ervis Martinaj nuk ishte i zakonshëm, por ishte një njeri i cili ndikonte në jetën politike, në jetën ekonomike të Shqipërisë. Dhe kështu që kjo ka për të mbajtur përqendruar gjatë në debatin mediatik shqiptar. Kështu që unë që t'jap një definicion të saktë si dhe pse, unë nuk mund ta jap sepse nuk duhet të gaboj, kuptohet. Do jemi pa vërtet. Nëse do të bëjmë një sensacion pastaj, hajde të flasim. Por problemi është që familjarët kanë të drejtën e tyre sepse edhe kodi i procedurës penale e ka të përcaktuar qartë që pasi kur bën kërkesë familjarët për humbjen ose zhdukjen e një të afërmi, padyshim që bën hetime, por ka edhe një afatje kohore deri në një afat që nuk gjendet, ata pastaj kanë të drejtën që ta shpallin atë të zhdukur apo të vdekur. Kështu që familjarët janë në të drejtën e tyre të lishme për të kërkuar nga shteti, nga institucionet shtetërore, për ta zbardhur ngjarjen dhe padyshim me kthimin e trupit të afërmit të tyre. Nëse gjithmonë ai ka jetë. Po. Pse nuk kemi një reagim zyrtar lidhur me çfarë ka ndodhur nga anë institucioneve shtetërore, por kemi një zvarritje të zbardhjes së kësaj ngjarje, edhe pse në fakt zoti Rama vendosi dhe ultimatum për zbardhjen e kësaj ngjarje. Shiko, dëshira është tjetër gjë, dhe urdhrat janë tjetër gjë, edhe zbardhja është tjetër gjë. Tani, unë mendoj se, duke qenë edhe avokat, mendoj se ngjarje të tilla
nuk mund të zbardhen as për një vit, as për 2, as për 1 muaj. Problemi qëndron që ngjarje të tilla kanë treguar edhe të mëpashme, raste të mëpashme për vrasje ose zhdukje eliminime, se është dashur një kohë e gjatë, madje shumë prej tyre janë zbardhur si rrjedhoj e përgjimeve që kanë ardhur edhe nga Sky, ECC apo të gjitha atyre informacioneve që kanë dhënë edhe bashkëpunëtorët të drejtësisë. Kështu që unë mendoj se kjo ngjarje nuk do zbardhet nuk zbardhet me urdhra, po kjo zbardhet me hetim, me një investigim, padyshim pastaj me filtrime, pse jo edhe me një bashkëpunëtor drejtësie të mundshëm në të ardhmen nëse mund të ketë një të tillë. Dhe kështu që nuk është çështje urdhrash, kjo dhe çështje dëshirash për ta zbardhur, sepse ju e dini që krime ose raste të tilla është shumë e vështirë, se nuk është rasti i parë zoti Ervis Martinaj, po kemi dhe zhdukje të tjera në Shqipëri për të cilat akoma ne sot nuk e dim. Edhe pse mund të jenë dënuar persona, përsëri nuk janë zbardhur. Unë kam patur të paktën 2 raste që kam ndjekur të tilla, edhe personat janë dënuar, por kur nuk është zbardhur dhe nuk janë gjetur trupat apo nuk janë gjetur vendet ku mendoheshin se mund të jenë zhdukur. Kështu që kjo nuk është një ngjarje nga ato të cilat mundet të zbardhet me urdhra as të kryeministrit dhe as të ndonjë politikani tjetër. Avokat, a ishte e përfshirë dhe politika në këtë ngjarje apo vetëm krimi organizuar? Shiko, në Shqipëri krimi nuk dihet ku përfundon krimi organizuar dhe ku fillon politika. Në Shqipëri krimi dhe politika janë një. Kur themi politika, në Shqipëri themi krimi. Kur themi krimi, themi politika. Dhe kështu që në Shqipëria është një vend, e kam thënë dhe vazhdoj të them, nëse do ta bëja një perifrazim ose një krahasim, themi, Shqipëria sot është si Sicilia e Totorinës së viteve 80, ku politika dhe mafia ose krimi organizuar janë një. Dhe kështu që nuk ka ndarje ndarse ndërmjet tyre. Krimi është infiltruar në politikë, krimi është infiltruar në të gjithë sektorët, në të gjithë administratën publike, është infiltruar edhe në drejtësi, po deshet ju, dhe kështu që nuk ka asnjë ndarje në Shqipëri ndërmjet krimit dhe politikës. Prandaj që çështja e zotit Ervis Martinaj është një çështje e cila do kërkoj kohë dhe ndoshta me këtë situatë politike të kriminalizuar që është Shqipëria, nuk besoj se mund të zbardhet, sepse se ka asnjëri interesin, as politikë, as për drejtësi në fakt, që të zbardhet kjo ngjarje, sepse besoj se po u zbardh kjo ngjarje, mund të kemi edhe persona që do merren në përgjegjësi penale për organizimin dhe urdhërimin, organizimin e vrasjes ose zhdukjes ose humbjes së tij. Kështu që nuk ka askush interesi në Shqipëri të zbardhë çështjen e Ervis Martinaj. Si po shkon gjyqi ndaj presidentit Ilir Meta? Zoti Meta, ju e bini, pas 7 muajsh dhe 10 seanca gjyqësore, ka përfunduar seanca paraprake, që e nisur prej muajit shtator, ka përfunduar datën 18 mars. Tashmë ne presim zbardhet vendimit të dorëzohen aktet në gjykat, ku të nisi çështja në themel. Dhe tashmë ju gazetarëve që keni edhe angazhime të përditshme për sa i përket ngjarjeve nga politika apo drejtësia, do jeni prezent në sallën e gjyqit, nuk u pengon askush që të vini dhe të shikoni tashmë një proces gjyqësi është montuar dhe si prokuroria e posaçme ka montuar një proces gjyqësor, një proces penal, për të cilin tashmë ne nuk kemi asnjë pengesë ligjore që t'ua vëmë juve në dispozicion, po dhe të themi edhe provat dhe faktet për cilat organi akuzës prokuroria e posaçme ka ngritur ndaj zotit Meta. Zoti Meta është në betejë, po pret që të nisë me padurim të nisë çështja në themel. Ai pretendon pafajësinë se është i pafajshëm. Dhe një lajm tjetër, në datën 8 prill, gjykata kushtetuese duhet të vendosi për
dy kërkesat tona që kemi bërë për çështjen e arrestimit të tij dhe për masën e sigurimit. Mendoj dhe besoj që gjykata kushtetuese në datën 8 të ngrihet në lartësinë që e kërkon në fakt ligji, që të paktën të vendosi arrestimin e tij që ishte i palishëm, sepse ju të gjithë dhe ne të gjithë e pam, ai arrestim në mes të rrugës në mënyrën më kriminale nuk bëhet më të mundshme. Dhe besoj dhe shpresoj që zoti Meta të kemi zhvillime të reja këtë muaj, pra muajin prill, dhe ne jemi të angazhuar që t'i zvendësojmë masën e sigurimit, jo sepse ne duam dhe kemi ne dëshirë, por kërkojmë zvendësimin e masës për faktin sepse zoti Meta, sot që ne po flasim, po ka hyrë në muajin e 18 në paraburgim, ku çështja nuk ka nisur akoma gjykimi. Nëse ju si gazetar keni gjeni një rast të dytë, jo në Shqipëri po dhe në Europë, apo dhe në ato vendet e lindjes dhe në vendet e ish bashkimit sovjetik, që një president të republike të mbahet në paraburgim, jo vetëm në kushte tmerrsisht të pa mizore, mund ta quajmë, por të mbahet në paraburgim me muaj të tërë, me një vit e gjysmë, pa nisur procesi gjyqësor. Kështu që çështja e zotit Meta tashmë nuk është më çështje juridike për zotin Meta, është thellësisht çështje politike dhe vazhdon të jetë politike, deri në fund do jetë çështje politike. Ne jemi avokat, ne padyshim do ta ndjekim atë juridikisht, ligjërisht, do provojmë pafajësinë e tij me prova, padyshim që pafajësinë se japim ne jep gjykata, por ne kemi detyrimin ligjor, moral dhe institucional po deshët, që t'i provojmë i publikut që presidenti zoti Meta akuzat ndaj presidentit zotit Meta nuk qëndrojnë as ajo e korrupsionit dhe as e pastrimit produke veprës penale. Kështu që do jemi në kontakte dhe të vazhdueshme bashkë me ty, me ju, me gjithë kolegët tuaj, për të provuar dhe për të thënë që akuzat ndaj zotit Meta ishin të montuara nga Altin Dumani, nga Yuri Kim, edhe eksponentë të tjerë të Partisë Socialiste me urdhër të Edi Ramës. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe respekt e ju, mirupafshim.